Faleminderit e nderuar drejtuesa. Dy gjëra do të thëjë që kryetere, se para mbi gjitha çdo lek që hidhet në sistemin elektroenergjetik shqiptar është i domosdoshëm, është etik. Ne nuk kemi një sistem energjetik që përmbush gjithë parametrat e furnizimit në sasie dhe në cilësi mbi të gjitha, sidomos në pjesë të konsiderueshme të territorit që i përkasin zonave rurale, kështu që çdo qindark që hidhet në këtë sektor është i mirë pritur dhe natyrisht duhet mirë menaxhohet edhe mirë orientohet me qëllim që të jetë produktiv edhe të përmirësojë situatën elektroenergjetike në territor. Në krahun tjetër, territori që kishim në vitin 2019 nuk është më, që ta themi siç është. Një pjesë e rëndësishme e territorit ka pësuar ndryshime të rëndësishme sa i takon jo vetëm zhvillimit infrastrukturor, pra ndërtimeve në të, po edhe sa i përket zhvillimeve industriale, ndërtimit, fabrikave, punishteve e kështu me radhë. Për më tepër në vijën bregdetare ku zhvillimi i turizmit kërkon një cilësi tjetër të furnizimit me energji elektrike. Kështu që unë jam shumë i kënaqur që Lezhë do të ketë një nën stacion të ri, Fush Kruja do të ketë një nën stacion tjetër, që Shkodra përfshi edhe pjesën e Velipojës e për bregun e Liqenit do të ketë një nën stacion tjetër, sepse natyrisht zhvillimi që ka ardhur në gjithë të territore e ka ndryshuar tërësisht kërkesën edhe nevojen për energji elektrike në të gjithë aspekt. Po, ka një element shumë të rëndësishëm që duhet theksuar, që e ka edhe FMN-ja në deklaratat e saj, po që është edhe shqetësim kohë pas kohë edhe në Komisionin e Ekonomisë, po edhe këtu në sallën e Parlamentit, që lidhet me menaxhimin e korporatave. Në tërësi e mbi të gjitha të korporatave të sektorit energjisë në veçanti. Patjetër që ato duhet funksionojnë si shoqëri aksioner me kapital publik, po duhet të respektojnë deri në një gjatë veprimtarisë tyre ligjin e parashikuar për shoqëritë e tilla, pra shoqëritë aksionere me kapital publik, dhe natyrisht nuk duhet ketë absolutisht asnjë deviacion në menaxhimin dhe në administrimin e këtyre shoqërive gjatë procesit të ushtrimit të aktivitetit ekonomik edhe natyrisht furnizimit shërbimit qytetarëve me energji elektrike. Kjo sa i përket projektligjit. Ajo për cilën u çova edhe për cilën duhet të flas është një segment tjetër i sektorit energjisë që ka të bëjë me karburantet edhe me hidrokarburet. Natyrisht që bordi i transparencës po bëhet dinamik, po referon në kohë reale ndryshimet e çmimeve jo vetëm në tregun ndërkombëtar, po edhe në tregun vendas. Është një element pozitiv në këtë aspekt dhe natyrisht na tregon se sa keq ka funksionuar tregu që pretendon sipas shoqatës që menaxhon kartelin në këtë sektor që ka shitur hidrokarbure, naftë, benzinë, gaz, sipas bursës deri në momentin që filloi lufta në Gjirin Persik apo në lindjen e mesme. Çdo gjë që bordi po bën tani dhe dinamika që bordi po reflekton tani me reflektimin në ulje çmimi kur tregu bie edhe në rritje çmimi kur tregu është në rritje, natyrisht na sjell vëmendje se çfarë na kanë bërë për 5, 6, 7 muaj radhazi kur çmimi i hidrokarbureve në këtë vend, naftës, benzinës, gazit ka qenë statik dhe i palëvizshëm për një periudhë kaq të gjatë kohore. Por thënë këtë, bordi ka ende detyrime në raport me opinionin publik, në raport me shoqërinë, në raport edhe me konsumatorët dhe në raport edhe me qytetarët. Gjëja e parë themelore pse është ngritur bordi është transparenca. Dhe transparenca duhet të funksionojë mbi modelin e tregut që ne kemi. Transparenca duhet të funksionojë edhe mbi modelin e çmimeve që aplikohen në Porto Romano dhe në portin tjetër në atë të Vlorës, ku natyrisht pritet nafta dhe prej aty fillon faturimi i sasisë naftës që tregtohet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Unë e nxis bordin dhe e shtyj bordin ta tregoj se sa është çmimi neto pa taksa i naftës që hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo është detyrim sa kohë që bordi u ngrit pikërisht për këtë arsye, për të bërë transparencë mbi modelin e tregut dhe mbi çmimet që aplikohen në territorin e Republikës së Shqipërisë. E dyta gjë për cilin e nxis bordi është jo vetëm transparenca, po edhe analiza mbi bazën e këtyre dhënave. Veçanërisht
për naftën që qënë nga Shqipëria shitet në Kosovë, tregtohet në Kosovë. Sasit e para dhe çmimin neto pa taksa që shkon atje. Me qëllim që gjithkusht kuptoj se çfarë ka ndodhur në një periudhë shumë të gjatë kohore, të paktën gjatë vitit 2025, po njëherë, veçanërisht me naftën që ka shkuar në drejtim të Kosovës, dhe natyrisht edhe me çmimet më pas. Thënë të gjitha këto, patjetër që ky segment i sektorit të energjisë meriton transparencë. Atë që nuk e ka patur deri tani, apo atë që e ka lënë në dorë të tregtarëve të karburanteve apo të hidrokarbureve në këtë vend. E fundit gjë që kam lidhet me fiskalizimin e këtij sektori. Në qoftë se është folur shumë dhe gjatë për fiskalizimin e gjithë pjesës tjetër të tregut, për tregun e hidrokarbureve vazhdon të ketë një heshtje të qartë, të plotë, sa i takon fiskalizimit. Domethënë, në momentin që nafta hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë, depozitohet, në momentin që del nga depozitat, fatura transmetohet në kohë reale me sasinë reale të daljes nga depozita apo jo. Dhe në krahun tjetër, në momentin që doli nga depozita dhe shkoi në pompë, dhe në pompë paraqitet çdo qytetar për të blerë çdo transakcion atje, transmetohet në kohë reale në sistemin e drejtorisë përgjithshme të tatimeve apo jo. Ka një fenomen thuajse masiv, ma kanë dërguar plot, e kanë provuar edhe vetë, që në momentin që paraqitesh në pikë dhe ble çfarë do lloji sasie, nafte apo benzine, pyetja që të vjen nga pompieri është: e do faturën? Çdo më thënë e do faturën, veçanërisht me këto çmime. Sistemi fiskal apo fiskalizimi në asnjë segment tjetër të tregut nuk të pyet: e do faturën apo jo? Si shpjegohet që vetëm në këtë segment të tregut, në segmentin e hidrokarbureve të pyesin: e do faturën apo jo? Ç'kuptim ka kjo kur sistemi duhet transmetojë në kohë reale çdo blerje që ndodh në këtë zinxhir, nga depot në Porto Romano deri në serbatorët e makinave të njerëzve. Ka një gap shumë të madh fiskal në këtë mes, dhe që natyrisht duhet alarmoj institucionet, agjencitë. Janë disa sektorë në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve që duhet merren eksaktësisht me këtë gjë, me këtë që ndodh në mos zbatim të ligjit, në mos përmbushje të ligjit dhe në shkelje të ligjit në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve në këtë vend. Për ta mbyllur, kam vetëm një merak në raport me bordin e transparencës, që lëvizjet e shpeshta që po ndodhin në kohë duhet të kenë parasysh edhe pikat e bardha të tregtimit karburanteve. Pra pikat që nuk janë të brenduara me brendet e kompanive të mëdha që janë në këtë vend, por që blejnë naftë 2 ditore, 3 ditore, blerjet, dhe në fund fare duhet i përgjigjen edhe çmimit që vendos bordi. Ka raste kur kanë bler fjala bie, siç ishte para 4 ditësh, me 212 lekë naftën, dhe për shkak të vendimit të bordit po e shesin me 207, që është nën koston reale të blerjes sa ti produkti. Pra ka ngelur sasi produkti e bler më herët, e cila normalisht ka një vlerë, ka një kosto atje. Kjo duhet të adresohet veçanërisht për pikat, po them edhe një herë tjetër, për pikat individuale, pa brenduara apo që njihen ndryshe si pikat e bardha në tregun e shitjes së hidrokarbureve me pakicë. Faleminderit. Zoti Leskaj, keni fjalën.